dhe më të bindur se ne shqiptarët. Po ç'ti bësh, ky fat na ra, se nuk thon kot që fati është me më të fortin. Dhe këtë e vërteton më së miri quizi më i famshëm në botë, Koha Jote Show. Baby, one more time. Can I blow your mind? Baby, one more time. Can I blow your mind? Baby, one more time. Pra një duar trokitje pra për vajzat tona të cilat do t'i falenderojmë pak më vonë. E mirë se erdhët në kuicin më të famshëm në botë, Koha Jote Show VV. Faleminderit për duar trokitjet e zjarta. Jam këtu pra me dy lojtarët tanë legjendar, zoti Elton dhe zoti Altin. Zoti Elton, është një kënaqësi e madhe që ndodhesh këtu në bistesh. Gjithashtu. Edhe kam vendosur mos ngatrohem. Vërtet. Sinqerisht. Do jesh i përqendruar, besoj. Shumë. Jo, vërtet, zoti Elton. Ju kur jeni i përqendruar, kur e keni mendjen gjithmonë këtu në lojë, juve mund të bëni mrekullira. Lira. Mund të bëni mrekullira, zoti Elton, mrekullira. Se je shumë i frikshëm kur afrohesh, prandaj. Zoti Altin, ti, zoti Altin. Qa ka? Ti fitove javën që shkoj, a? Po, dhe jam i vendosur që të... Si je sot? Mirë, jam shumë i... Pusho. Do desha shumë që të Pusho! Po, e rëndësishme që të fitosh jo të luash. E thash. Atë do ta shohim, do të fitosh gjithmonë apo jo, zoti Altin, pra ishte zoti Altin. Se isha më vlla, jam prap, këtu jam. Atë do ta shohim. Pra, deri tani ju, zoti Altin, jeni fitues. Jeni i pari, jeni Rallo? Kampion, ai. Siç e dini, ky sezon ka filluar me risi, zoti Altin. Si të ri. Jo, risi, ka filluar me shumë risi. Risit nuk kanë të sosur këtu në kanalin ton. Pranvera do të vi me lule dele në çdo kanal. Bashkë me baterinë që kemi marrë nga Tajvani, kemi marrë dhe maestro Landi nga Bangladeshi. Po ta shikoni. Po. Unë jam veshur me HD, por si fillim dukem kështu veç për banorët e lagjes time që e kanë televizorin flet, kujdes. Por që sot, risia me madhe do tjetë, konkurentët tanë pra, si që keni mësuar dhe javës i shkoj, që sot bëhen skuadër me nga një guest star. Në fakt thuhet guest star. Ashtu? Po. Ju sa po humbët 1.000 euro. Se më vlla, çfarë thash më vlla? Zoti Altin, kush është guest stari yt? Ajo është një grua shumë e lirë, e cila kur flet rrezaton liri për të gjitha gratë. Është përfaqësuese më e denjë e grave të tjera. Ajo është Mirela Bogdani. Ju duan trokitje. Wow! Mirë se erdhët. Pra, me që po shikoj edhe këtë javë, zoti Altin pas ka ftuar një zonë. Edhe unë. Pse vetëm ai? Edhe unë kam marrë për forcim. Shikoj zoti Altin dashka të na e marr kalan përsëri nga brenda. Jo, po kam marrë edhe unë persona shumë të rëndësishëm. Unë kam marrë atë që thonë të gjithë që është e tmerrshme kur vjen një pedagoge të shkëlqyer, po thonë që është e tmerrshme. Mbas shkolle e kuptojnë kush është ajo. Ajo është Iris Luarasi. Mirë se erdhët, ju uroj edhe njerë mirë se ardhjen, me një duar trokitje të fort.
dy zonjave tona të nderuara, të cilat përveç se janë pedagoge të nderuara, sigurisht janë edhe gra, janë dhe nëna, pra janë edhe motra, dhe me këtë rast, me që jemi në kuadrin e këtyre festave, do doja që t'ju uroja të gjitha grave gëzuar 7 dhe 8 ma. Mirë dhe qënë të fala. Marsin. 7 dhe 8 marsin. Marsin. Po, le të vazhdojmë. Atere, skuadrat si që shikoni janë, pra, keni diçka për të shtuar? Unë? Po. A mund bëj propozim? Po. A fillu akoma, do Po. më thënë. Ta prishim këtë kështu, të bëhemi skuad... E di që do të vi keq. Doni të prishim skemën? Jo, të prishim si kur të bëhemi skuadra e vajzave kundër djemve. E di që do të vi keq. Po, thash... Wow, edhe një risi tjetër në programin tonë. Mori me... Pra, O më falë, për ne të dy jemi konkurent. jeni konkurent, po kjo nuk ka rëndësi fare, zoti Elton zër vënd, ndrohu të lutem me Mirelën, të lutem, zër vënd aty. Wow, ja dhe një risi tjetër në programin ton, përveç pultit kines 74 kanalç. Kujdes. Pra, skuadrat ndryshuan komplet. Ja, pra, ku kemi përballë njëri tjetrit, 2 skuadra. Edhe ato do t'jenë skuadrat e Gentelman versus Ladys. Në koha jote SHOVV. Shumë mirë. Atere, përqëndroni, përqafoni me shokun e skuadrës, po? Si është mami? Mirë. Pa unë burko, pra, le ta fillojmë këtë loj. 2 Ladys. 2 Delengjin. Një loje pa parë. Unë jam një star. Po, faleminderit për duartokitjet. Se për pak harova, aty keni edhe nga një risi tjetër, keni nga një pulsant me sensor japonez që ka ardhur nga Hong Kongu. Po, kujdes, është shumë i ndjeshëm, po, mos i bjerë, mos e mdhem vëmballa, po deshe. Dakor? Juve mund t'i bini sa herë të dëshironi. Nuk ka asnjë problem. Atere, le të fillojmë lojën. Pyetja e parë është nga raundi patatja e nxehtë. Juve duhet të përgjigjeni thjesht me po ose jo, edhe pyetja është: a jam unë i bukur? O, më falë. Nuk është kjo pyetja? Jo, nuk është kjo pyetja. Fali lapsus, nuk është kjo pyetja. Pyetja është, kujdes. A mundet që një mësuese t'i jap detyra shtëpie njërit që nuk ka shtëpi, por jeton me qira? Jo. E pa sakt. Sigurisht që pa. E sakt. Ha? Ladys sa po fituan 1.000 euro, duket që zonjat që kanë shumë të përgatitura sot. Po, shumë përgatitura, po nga po jo i bie qa. Shikon tani kur ta fusin, shikon si ndjesh. Pusho. Po, edhe më thanë që në televizion të shkelin me këmë. Pusho. Atere, pa u mërkollit vazhdoj me raundin 9. Vdes për këtë raund. A mos të thua, vërtet. Atere, pyetja e radhës do tjetë, kujdes. Nëse kam 3 moll edhe 4 portokale edhe moj, në dorën e majt, edhe 4 portokale edhe 3 moll edhe moj, në dorën e djath, atëherë, çfarë do të kisha? 2 duar shumë të mëdha? Le ta verifikojmë, e pa mundur, e sakt! E pra... Delengjin sa po fituan 1.000 euro. Është i likshëm. 1.000 euro, po kush t'i falë? Keni të drejtë, është vërtet i likshëm gëzimi i tyre. Mos bëni gaf të kërceni më ashtu si Delengjin. Dakor? Atere, le të vazhdojmë pra lojën pra me raundin tjetër. Kujdes. Atere, vazhdojmë pra, po thoja do vazhdojmë pra me raundin, kujdes, është një raund edhe kyç. Edhe për këtë vdes. Mos më thua. Të pëlqen edhe ky. Pra, si që kuptua dhe juve, bëhet fjalë për raundin, përdor Kahinën? Kokën. Kokën. Kujdes.
Është një raund ku do t'i bëni nga një pyetje njëri tjetrit dhe njëra skuadër që e gjen do të marri 2.000 euro të skuadrës tjetër. Kujdes, pra pyetja është, pse un jam kaq i bukur? Fal, lapsus prap. Fal. Pyetje t'i bëni ju. Ladys First. Eri si do ta bësh ti? Po e bëjon pyetjen e Okej. parë. Cila është gjëja e përbashkët që i bën burra të bukur? Flokët? Jo, syzet. Se gjetët. Burrat të bukur i bën errësira. Errësira, wow, e pamundur. Po ku janë ta meshkujt, ma Fal, se fal. pranoni ju? Pra ndajmë thot gruaja sa e shkojnë shtëpi fike dritën? Po, ka mundësi pra 2.000 euro për skuadrën e Ladys. Se pranoni ta meshkujt, e pranoni ju këtë? Pusho, Pra, pusho, kujdes, loja po bëhet e nxehtë, zoti Altin pyetja juaj. Po, cili është libri më i hollë në botë? Ta bëj këtë? Po, Unë them që libri më i hollë në botë është Çfarë din burrat për gratë. E gjeti, wow, e pamundur pra dhe le të kalojmë në pyetjen e radhës nga ana e zonjave që do të jetë e fu. na i futëm duket. Jo. Është pyetja, do të jetë pyetja e fundit nga ana e zonjave. Atëherë pyetja juaj. Cila është përgjigja më e saktë që burrat duhet japin grave? Burrat dhe gratë, prap aty jeni. Kush është i përgjigje e saktë që cila burrat është duhet japin përgjigja grave? ose- Saktë është gruaja ime vendosi? Bravo. E gjeti. Bravo. Wow, e pamundur pra, juve sa po fituat 1.500 euro dhe juve zoti Elton, po pyetja juaj. Kam një pyetje të fundit fare dhe Po. këtë duhet ta gjeni. Po. Nuk keni për ta gjetur. Atë nuk e fare. dim, po shoh, po e pyetje, Kush është po. kafsha e fundit që doli që nuk hyri ke arka e Noes? E më mirë, kjo është e thjeshtë. Peshku më? E gjeti. Çfarë flet më? E pamundur pra, edhe 2.000 euro për zonjat. Po, pyetja juaj. Kam edhe unë një pyetje. Po. Pse Zoti krijoi më parë Adamin, pastaj Evën? Është shumë e thjeshtë kjo. Zoti e krijoi përpara Adamin që t'jepte një mundësi të shkretit që të fliste në një fjalë, se dolinte Eva s'kishte më shanca ai. E gjeti kjo më valla. Bravo! Bravo. Loja pra po bëhet hot, çfarë emocioni, wow, le të shohim pra pikët se në çfarë gjendje jemi. Wow, barazim. Ku ishim i Gjëkundi, çfarë bëm i Gjësendi, loj idiote komplet. Kjo nuk ritransmetohet më, kush e pa, kush nuk e pa, edhe kjo është njërisi tjetër. E pra, falenderoj edhe njerë nga zemra zonja tona, të cilat ishin në shoqërinë tonë, zonjën Mirela Bogdani dhe zonjën Iris Tuarasi. Një duar të titje. Faleminderit, dole me tonat. Ndërsa bashk, kujdes, zoti Elton, bashk do të mos guxo ta thuash atë fjalë. Do të rishihemi javës tjetër. Shihemi. Faleminderit.